Farat e kungullit trajtojnë këto tre probleme. Farat e kungullit për qëllime mjekësore tashmë përdoren prej mijëra vitesh. Ato janë në një burim shumë i mirë i pasur me magnez, me kalcium, me kalium, hekur, zink, gjithashtu edhe vitaminën K. Studime shkencore spanjolle tregojnë se farat e kungullit përmbajnë komponentë që me sukses luftojnë qelizat e dëmshme. Ato janë të mira edhe në shëndetin e prostatës. Vaji i farave të kungullit përdoret për lehtësimin e prostatës të të rriturit. Vaji përmban fitokimikate dhe antioksidantë që reduktojnë nivelin e radikalive të lira. Ato zbusin simptomat të menopauzës. Nëse jeni në kërkim të një mënyre natyrore për të përmirësuar humorin ose zbutjen e simptomave të menopauzës, farat e kungullit janë një zgjidhje e shkëlqyer. Janë të mira për të rënë nga pesha. Janë një burim i pasur i fibrës dhe proteinës, materiale të cilat janë të rëndësishme për humbjen e peshës, prandaj duhet i shtoni me patjetër në dobi të organizmit tuaj.